me të thonë drejtën, aksidenti tina na ka trondit, Po. na ka prek krah e zemër, sa ata e kem pas motorin e grupit. Po. Ka qenë një djalë si jënë të rrallë njerëzit sikur kujta. Po i dëshirojmë shëndet. Kujtim, ke shumë fala prej meje, kam dasht me ardh, mu pa me ty, me të pa, su bon punë, sepse jo ka qenë situata vështirë shëndetësore e kujtimit në ato kohë. Kam dëshirë me të pa një ditë, me pi një kafe me ty, me të ru çdo gjë të mirë në jetë ty dhe familjes tënde. Më ka ardhur shumë keq për rastin tënd, përndryshe pendoj me shikuesit kujtim Kraka, nga Gjakova. Firaja e Gjakovës. Nga Gjakova, po. Ne kemi bërë një emision para 6-7 muajve, 8. Jo, një vit e ka. Një vit, po. Para një viti kemi bërë një emision bashkë me Fatonin, bashkë me Imer Islamin, bashkë me Kujtim Krakën. Kanë qenë të tretullur këtu dhe e kemi realizuar intervistën me ta, një intervistë fantastike, e kam dhe një video në telefon që e kam bërë gjatë xhirimit live dhe e kemi nxjerrë promon, si që nxjerrim çdo javë ditë të martë promon e emisionit dhe ditën e 8 më duket ka qenë Tamam. Masi e kemi nxjerrë promon edhe e kemi shfaqur në radio televizionin Seni dhe në gjitha platformat tona rrjete sociale. Më merr Fatonin në telefon, ta themi Faton duke qarë si fëmijë. Fatoni është edhe i ndjeshëm, edhe i meri, po ashtu që e kanë pas një shok si vëlla dhe merr në telefon duke qarë si fëmijë. Altin të lutna mos e transmetoj emisionin sepse Kujtimi ka psu një aksident të rënd dhe jam detyruar mos ta transmetoj. Kështu që do të thot Fatoni është për herë të dytë në Folship Show, për herë të parë transmetohet sonte, po për herë të dytë në këtë studio. Kështu që Kujtim, shumë fala, shumë shëndet ty dhe familjes tënde, inshallah je mirë dhe Zoti të rujt gjithmonë. Faton, na trego tash çfarë ke bërë këtë kohë të fundit tash një vit.